5 këshilla kryesore që duhet të dini kur vendosni të lini qenin tuaj vetëm në shtëpi. Mund të jetë e vështirë të lini qenin tuaj vetëm në shtëpi. Njerëzit shpesh ndjehen fajtor pasi lënë miqtë e tyre të dashur me 4 putra vetëm në shtëpi. Ata pyesin veten se çfarë po bëjnë kafshët pa mbikëqyrje, shpesh duke pasur frikë edhe nga më të këqijat. Siguroni qasje në ujë të freskët. Nëse e lini kafshën tuaj, siguroni që t'i lini edhe ujë të freskët. Mbajini ato të zënë. Qentë janë kafshë inteligjente që kërkojnë stimuj të vazhdueshëm. Prandaj lëshoni muzikë, lini televizorin ndezur dhe hapni perdet dhe dritaret. Caktoni një zonë banjoje. Mos e lini asnjëherë qenin tuaj që të bëjë gjithçka që do në shtëpinë tuaj, por caktoni një zonë të caktuar kur ai të kryejë nevojat fiziologjike. Përdorni një monitor për qen, i cili do i mbajë ato të zënë dhe vazhdimisht nuk do i lejojë që të krijojë edhe probleme në ambientet tuaja të shtëpisë.